Thirrja ime është protesta pa fjalime, të bashkuar dhe të ngujuar para parlamentit, ditë e natë me deputetët, me popullin, të bllokohet hyrja në parlament, mos lejohet zhvillim e seancash, veç në favorin e krimit, të bllokohet hyrja. Nikol, të falenderoj shumë për sugjerimin dhe kjo është një nga format më të shkëlqyera të protestave që ti sugjeron. Ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Ndryshimi duhet me ndru skem, Berisha, duhet me bloku jetën ekonomike, duhet grev me mjek, farmacist, arsimtar, shëndetësi, noter, avokat, te kategoria e shtresës mesme, aty duhet luftuar që t'i bëjmë bashkë dhe të godasësh sistemin. Nëse nuk e bën këtë, tregon se nuk e ke seriozisht angazhimin tënd. Ajo që thoni ju është e domosdoshme. Ajo është e domosdoshme. Por nëse nuk e bën këtë, nuk e ke seriozisht, kjo pastaj është relative. Frika, i nderuar zotëri, është përcaktues sot. Farmacisti nuk del në protest sepse të nesërmen se hap dot farmacin. Noterit i hiqet licenca e tjere me radhë. Pra, sot është koha të bërë një analizë. U bë një protestë e shoqërisë civile, e thirrur nga njerëz gazetarë të nderuar, pa interesa partjake. U bë për një nga çështjet më të mprefta që prek xhepat e çdo shqiptari. U bë për çmimin e naftës, kundër taksës mbi litrën e naftës që është më e larta në botë. Në qoftë se ka një gjë ku jemi kampion botror jemi në taksën në litrën e naftës. Kush doli? I dashur mik, 10 qytetarë. Jo sa ata nuk kanë problem naftën, por problem kanë frikën qytetarët. Ndaj dhe ne u bëjmë thirrje, por kjo nuk do thotë që ne nuk do të punojmë shumë në atë drejtim. Megjithatë, midis alternativës të heshtjes si ata, apo të ngritjes në këmbë fuqishëm kundër regjimit, kjo e dyta është jetike vendimtare për opozitën dhe për vendin. Albanian Americans, përshëndetje doktor, Balla ka reaguar para pak minutash në lidhje me vendimin e gjykatës administrative të shkallës së parë për shfuqizimin e masave disiplinore ndaj deputetëve të opozitës. Ai e quajti lajthitje të gjykatës dhe deklaroi se ajo ka ndërhyrë në kompetencat e kuvendit. Si e komentoni këtë reagim? Në një kohë kur vetë majoranca ka sjellje jo etike të vazhdueshme ndaj deputetëve të opozitës. Do më lejoni dhe njëherë që rikujtoj se pas Edi Rams